Rasisht e kom zgjedhë fotografi, është një ambient ku unë e kom gjetë dashnin tem të parë dhe të fundit. Opa, qëfar deklarate, ndëgju të Zoja? Mirë puna. Mirë puna. Do me thonë... Pas The Voice-it, e kom pas një pauzë në muzikë dhe rikëthimi jam ka qenë pikrisht këtu. Në janëm prej televizioneve që kem punu bashkë me durimin. Edhe rahatin që ma ka dhënë durimi po dhe komplet bendi në televizion që e kom gjetë, ku marrë prap guximin me u këthyn muzikë dhe me marrë prap ma seriosisht. Edhe që atu ka fillu edhe gjithë shka me durimin. Durim? Kur e pe herën e parë, Nice? E kom përmend disa herë. Kur thejqin që po bim diçka me këndu aty, edhe na zakonisht këta që s'kanë shkollë të muzikës, thejqin ku që kena me hek me to. Tanë po vjen një qike e male, ishim mësuna me këta TikTok, a që vinë me këndu edhe duhet më marrë me ta ka 2 orë. Tanë po vjen një qike e male, ka me këndu me bendin, a thash apeta. Apet që si, edhe ke musafer, kjo. Kur hini me këndu, ta mur zemrën. Ka nga te kalaja Ulqinit, në demoll. Në demoll? Po, edhe thash, na i s'ko ka mërë, s'ko ka bashkë që kemi prit na. Ma ndej me njerë mas emisionit, na të kumë patan vetë viqon e këngtar, edhe na unë nevojit keni këngtar e femen, edhe me njëherë ja bënë më oferte, na po vjen me punu me bend tonin edhe pranaj. Andaj që aty u bënëm shok. Edhe vazhdum një kohë me qenë shok edhe kolegë. Okej, qësh e shikove me qëfar syje pe në fillim, herën e parë? Fillimisht, kështu si tip, gjithmonë edhe njerës për ratë që më njohin, më konsiderojmë pak si me një madhe dhe tip që nuk jem shumë e shqetësrueshme. Nështë atë pjesën e parë, ditën e parë që kena kënu, nuk është që i këmë dhanë shumë rëndësi edhe me pa ku shukanve që këmë këndu e këmë kry pjesën teme dhe këmë shku. Këmë andej pjesën e dytë, kër jem shku herën e dytë, normalisht shumë ka rëndë sy pak, po jo ashtu me atë synin që me mujtë me pa ndryshe. Jo që me pa ndryshe, normalisht si shok edhe pri fillimit energjia e mirë na ka taku ashtu dhe ka fillu gjithë ka së shëtëmi. Ka nis atje. Ma herët, a ke bo hiking ti? Po. Apo të mori drenica? Ja, kom bo hiking shumë. Bilem unë e kom bo hiking edhe para pandemisë, që nuk u kone zakonshme. Okej, po i deqanit është. Jemi konë shumë të riku, jemi në gjitë në përmajet Gjeravicës, në përmajet Rupës. Jemi konë në shkollë fillore, gjimnazista, po në atë ko hikingun Bjesh Katarine kem pas mënyrë amatere. Kemi dalë në ashtu qysh kemi qëllu që ashtu prej stane, në gjithë për vjetë. Po mas një kohë, një shok jemi i shkollës fillore dhe që kom dalë shumë me ta, po me nëjë kom pas shok shumë ta, ofert ka ndru jetë fatkeqësisht, po jo në malë. Edhe ma ndej me qenë se të në kohën unë kom qenë me ta, një 3 vite, në ashtë edhe ma shumë, nuk kom marrë guximin me dalë mu në malë, se mu kujta ishin gjithmonë momentet me ta. Me të njoftu me Drenicën, ka thonë që të kom bu pak sërë që dhe ti po delëshe në përmale, kishe dalë ma herët. Okej. Edhe unë ja të regova që të storin edhe që s'dalë mu. Që atu janë nëse me bisedu pak ma për afert, mu bo shok ma të afert, edhe me më të regu që duesh mu këthy gjithë shka te i kaluve. Sa majet maleve i në gjitë para se me i thonë që po më pëlqena, po para se me ndodhë. Veç e veresti ka veç. Veç e veresti. Shqyqyr që tha, po se dhe ato kështë e bo. Thu jo, le të shkrej. Këteri. Për një me sa shumë, a? Shumë. Sa këpucat i kom shkyje, sa majet i kom bo. Tërhiqe mos këput ka zgjatë shumë. Pse Drenicë kështu? Nuk e di, nuk është, nuk do isha edhe nuk më pëlqejke, po kisha frikë pak. Okej. Edhe qajo më ka ndalë.